I përlotur ndërsa ka pranuar krimin, Sokol Mjaca i ka kërkuar mëshirë përpara trupës gjykuese dhe u ka kërkuar falje familjarëve të dy turistëve çek të vrarë në korrikun e këtij viti. Në dëshmim para tokave të zeza, Mjaca i deklaroi se kishte dalë për të kryer grabitje dhe jo për të vrarë njeri. Vrasja e Mikael Zvatos ka ndodhur nga frika se ky i fundit do t'i rrëmbente armën dhe do të çellonte ndaj tij, ndërsa Ana Kosinova i deklaroi se e ka çelluar aksidentalisht dhe pa dashje. 3/7/2018 në fshatin Pjollë me një dorë përpara dy turistëve se po ikën në drejtim të Shkodrës. Qëllimi im që të shkoja dhe të me latë dhe që mund të kishtë në veti. Do shkoja me ta dhe të pura mesë dhe më rejtë të tjetë të tjë. Por kjo që më këndurë, se në fshatin Prekan, Mikael Zvatos në drejtë me mirë të armën, unë nga frika se do me qëllonte me armën e qëllora, e vrava. Ndërsa Ana Kosinova e vrava pa dashe. Krejtësisht i dalu jeshtë kontrollisht ishte. Në momentin e daljes nga makina, unë ngjeli çdo gjë, atletja, arma me çdo gjë. I mora vetëm një telefon që kishin me vete. Ata u kisha marrë që në momentin e daljes nga makina, që mos të lejojnë policinë. Po do i kisha tentuar të me dhe armën, unë nuk do i kisha, nuk do i nisja. Unë ju kërkoj të falur familjarëve të dyre, gjithashtu kërkoj mësim nga ju të gjykatës. Në seancën e rradhës ndaj Sokol Mjacaj, ku u pyet edhe njëri nga dëshmitarët, pasi tjetri rezultoi se ishte larguar drejt Francës, vetë autori dyshuar i vrasjes Mjacaj, i pyetur nga prokuroria çështjes, ka rrëfyer të gjitha veprimet e ditës së krimit. Fillimisht tha se kishte qenë në banesë ku jetonte me baban dhe të vëllain dhe rreth orës 13:30-14 kishte vendosur të dalë në rrugë së bashku me armën e krimit Kalashnikov që e kishte në banesë për të kryer ndonjë grabitje pasi nuk kishin të ardhura. Mjaca i ka deklaruar se ka pritur për më shumë se 2 orë derisa ka mbërritur automjeti turistëve çek dhe në këtë moment u ka dalë përpara dhe u ka kërkuar ta marrin me vete drejt Shkodrës, por viktima Mikael Zvatos nuk ka pranuar. Duke parë reagimin e tyre, Mjaca i ka qelluar disa herë në ajër dhe ju është futur brenda makinës me forcë, ku edhe ju ka marrë celularin për të mos njoftuar policinë. Gjatë rrugës, Sokol Mjaca i ka deklaruar se në kokën e Mikael Zvatos ka mbajtur Kalashnikovin, por me të dalë në asfalt pranurës së shtrenjtë sipas Mjacajt, çeku diçka i ka folur pasagjeres Ana Kosinova dhe kjo e fundit ka lidhur rrypin e sigurimit, ndërsa Zvatos i ka dhënë me shpejtësi foristradës dhe pas disa metrave ka frenuar. Gjatë të gjithë rrugës, Mjaca i ka deklaruar se nuk kuptonte fjalët e tyre, por i gjithë komunikimi bëhej përmes gjesteve. Nga frika, Mjaca i ka shtuar se ka qelluar me breshëri në drejtim të Zvatos sapo është ndalur dhe pa dashje ka ekzekutuar edhe Ana Kosinovën gjatë rrokullisjes së mjetit. Më pas, Sokol Mjacaj ka dalë nga automjeti përmes dritares, ku brenda i ka mbetur njëra këpucë dhe arma e krimit. Nga vendi i ngjarjes, ai është kthyer drejt Prekalit, ku atje ka takuar një të ri me motor dhe i ka kërkuar ta marrë deri në Shkodër. Edhe pse pamja jashtme e tij, pa njërën këpucë dhe me rroba gjithgjak i ka tërhequr vëmendjen të riut, ai ka vendosur ta marrë në motor dhe në kthim për në Shkodër ka riparë makinën me turistët e vrarë, por i ka thënë të riut se pas ka ndodhur aksident. Gjatë seancës gjyqësore, trupi gjykues i ka kërkuar prokurorisë nisjen e hetimeve për një dëshmitar, konkretisht Pollum Hilen, i cili sipas tokave të zeza ka ndryshuar dyshimin në gjykatë. Tashmë pritet që prokuroria të jap konkluzionet përfundimtare për Sokol Mjacajn, i cili akuzohet për veprat penale, vjedhje me pasojë vdekjen dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit.